Përshëndetje doktor, nuk e di a jeni në dieni, por para pak ditësh mes maleve të Marianit në Maliq, humbi jetën Alban Beleri. U thonte çdo ditë 45 km me makinë nga Bilishti dhe 4 orë në këmbë, vetëm për 2 apo 3 nxënës që ishin në atë fshat. Megjithse kishte bërë kërkesë për transferim, kërkesa e tij nuk u mor asnjëherë parasysh. Jo vetëm kaq, por s'kemi dëgjuar asnjë mesazh ngushëllimi nga ana e Ministrisë së Arsimit. Si mund sillet një qeveri kështu me mësuesit? Faleminderit. Albani është një dëshmor i dheut, një mësues hero i vërtet, një misionar i pavdekshëm i arsimit shqiptar. Aju është viktim e diferencimit politik të kësaj qeverie banditësh, kësaj organizate kriminale. A ishte njeri shëmbullor, njeri nderuar dhe unë i shpreh familjes dhe komunitetit ngushëllimet më të ndjera. Ndërsa për qeverin, thash dhe njërë është një organizat kriminale, mos prit nga kjo qeveri të vlerësoj të tjerë përveç se kriminelve. A do të ketë ndryshim strategjie në protestën e radhës, sepse besoj që kushtet janë pjekur për një ndryshim strategjie, pasi ky lloj proteste po më bind që njerëzit janë lodhur dhe po zvoglohen. Përshëndetje nga Erzen Rexha i Tropoj. Strategjia dhe mund të ndryshojë, por protestat do vazhdojnë. Do vazhdojnë si rruga e vetme për të dëshmuar shqiptarëve se ne spajtohemi kurrë. As nuk trememi, as nuk fiksohemi, as nuk mposhtemi dhe nuk pranojmë kurrë qëndrimin e kësaj organizate kriminale ndaj shqiptarëve. Faleminderit. Kris Raz, Doktor Berisha, me intensifikimin e egër që policia po e fortifikon ndaj protestuesve, a mendoni se ka ardhur koha që duhet bërë e njëjta gjë nga pala e dëmtuar? Ne kemi shpall kërgritën paqësore si motivin ton. Ne jemi kundër dhunës dhe jemi të bindur se kjo është rruga më e sigurt drejt realizimit të qëllimit ton. Kërkon durim, por kërkon persistencë dhe rruga më e sigurt. Mariela Gjata, rasti i fundit i goditjes një grupi kriminal që trafikonte kokainë tregoi se ata kishin investuar në biznes dhe kishin marrë 70 milion euro tender nga qeveria, madje edhe për shkolla. Pra, një grup që trafikon kokainë ndërton shkolla dhe çerdhe, apo përdoren paratë e buxhetit për të pastruar paratë e drogës dhe apo financohet ngarkesa kokaine me paratë e buxhetit? Faleminderit. Kartelet dhe qeveria këtu janë një zonjë. Zyra e kryeministrit është zyra e karteleve, aty pritën dhe përcillen bost e karteleve më të mëdha të Europës dhe botës, Sinaloas, Meksiks dhe grupeve tjera, karteleve tjera të Amerikës Latine. Kjo është shumë e vërtet që thoni ju. Por ju e dini që Edi Rama kishte një koordinator për grupet për kartelet drogës dhe e ka përsëri Ergjys Agasin i cili thuhet se më shumë rrinë Surrel se sa në Xhavzotaj, por natyrisht beteja jonë nuk është pa fruta. Mendoni pak ku ishim kohë më parë, ku në mënyrë të verbë nga lobime korruptive Edi Rama mirë blinte deklarata njëra pas tjetrës që e lavdronin. Gradualisht Edi Rama do shtrohet në turp për të takuar me te. Dhe jam i sigurt se shqiptarët do realizojnë misionin e tyre, do përmbushin misionin e tyre. Tonin Ndreu,
Përshëndetje doktor Berisha, a mendoni se ka ardhur koha që deputetët opozitar të vendosin 50 karriket e kryeministria duke ulur dhe pritur qytetarët? Tonin, mendoj se deputetët opozitar po bëjnë të pamundurën për të përmbushur rolin e tyre, si në parlament, ashtu dhe në protesta, ashtu dhe në bazë. Të gjitha format e protest janë të mundshme, por duhet të ndjekim ato që kanë efekt më shumë. Ne për protest paqësore dhe narkopolicia agresive ndaj protestuesve paqësor. Deri kur zoti Berisha me këtë qëndrim, pasi dihet se kriminalët me uniformë dhe e kanë origjinën komuniste, o sot o kur përballja me të keqen? Përballja më eficiente dhe që u dhem më shumë, aty është përballja jonë paqësore. Ju garantoj për këtë. Do ndurim dhe persistencë, se qëndrimi ynë paqësor është forcë, është forcë. Forcë e madhe, të meron Edi Ramën. Ndaj dhe le të persistojmë ne gjën fitore. Zoti Berisha u bë samiti i 4 të diasporës në 12 vite, në një kohë që vetëm në 3 vite Rama ka bërë 8 samite të Open Balkan me Aleksandar Vučić, ku ka pasur marrëveshje konkrete ekonomike që kanë dëmtuar shqiptarët. Si e komentoni? Komenti im për kongresin për kuvendin e diasporës është bërë ditën që ai u mblodh. Edi Rama, historinë e këtij kombi, në vlerësimin tim, pas Enver Hoxhës, është armiku më i rrezikshëm i të gjitha kohrave. Edi Rama është faktuar gjatë këtyre viteve të pushtetit si paniçi, siç ka thënë Michael Martens, si kryeministri më i mirë i serbëve pas Paniçit për shërbimet që i ka bërë kombit serb në dëm të kombit shqiptar. Nuk mund të imagjinohet një dëm më i madh për një komb se sa në 10 vite të zhdukësh nga trojet e veta, të largosh nga trojet e veta 45% të këtij kombi, si Edi Rama. Nuk mund të bësh qëndrim me armiqësor ndaj një kombi, se sa të izolosh, të vesh sankcione ndaj qeverisë Kosovës, të padisin në gjykat kryeministrat e Kosovës në një rast unik në botë, se sa të bësh pazare me Vučićin me territorin e Kosovës. Pra, në këtë aspekt, Edi Rama meriton atë që meritojnë tradhtarët më të mëdhenj të kombit shqiptar nga diaspora dhe çdo shqiptar tjetër. Enver Hyka